Ajo që është risi i viteve të fundit, dhe të them, domethënë 15 vitet e fundit më tepër që është pa që te tiroiditi Hashimoto, pasi është diagnostiku, ka faktor të jashtëm mjetësor të cilët ndikojnë në ecurinë e smundjes. Domethënë përpara, kur personi që është diagnostiku me Hashimoto ka shku te endokrinologu, zakonisht e ka marrë përgjigjen e ke këtë smundje, nuk ke çka me bë, duhesh me pi qëtë tabletë të njëjtën, edhe në pyetjen që shpesh herë ma bojnë pacient, a kam unë naj mjekim që më duhet ekstra, ose a kam unë qka kujdes në ushqim, se qka më bën mirë, qka nuk më bën mirë, nga ngritja e nivelit vetdijes. Sigurisht. Do me thonë, në atë aspekt, do me thonë prej mjekut, ose s'ka marrë përgjigje, ose ka marrë përgjigjen që pi qka dushti, këto e ki syne hek, ki me pi tabletën të njëtën, edhe kjo ka qenë fundi bisedës saj përket kësaj smundje. Ka një rol jetik tash kjo. Tash është ndryshe, do me thonë që ndrimet kanë ndru, dhe është pa që stili i jetës, stili i ushqimit, ka ndikon një jashtëzakonisht shumë, dhe duhet marrë këshillat adekuate për secilin individ, sepse individi mundet me pas edhe smundje të tjera, shoqëruse, dhe nuk është rregull që haje e mos e ha këto për secilin, sepse duhet mi analizu edhe që ka tjera smundje për të cilat duhet nashta diçka me largu, dhe duhet me jap këshilla sepse ushqimi ndikon. Në smundje autoimune të tiroidës, po dhe në përgjithësi, gjitha smundjet autoimune, është pa që ushqimi ka rol shumë të rëndësishëm. Ndikon në menaxhim, doktoresh, apo ndikon edhe në shërim? Ndikon në progresin e smundjes. Se sa shpejt sistemi imunitar ka me dëmtu atë organ që është të sulmu. Këtë rast dhe më thonë për tiroidën. Se sa shpejt ka mu dëmtu, edhe nëse për shembull është në fazën kur ende gjandra po i prodhon hormone mjaftueshëm, po i ka antitrupat e rritun edhe e ka marrë vesh që ka smundje autoimune të tiroidës rasisht. Në analiza që ka bo për me pa gjendjen e përgjithshme, ajo ende nuk ka nevojë mja kompenzu hormonin, por në atë gjendje mundemi me shty me vitet tona. Me vite, po një jetë ma cilësore.